Musliman e kom qitë dje një video rreth asajna se qysh mo fal në aeroplan ose në vetur, edhe kom përdor fjallën saleh. Edhe musliman kanë thonë fal shqip, thuj namaz. Une po foli qysh folet o musliman. Saleh e njohin musliman, haja ros saleh e njohin, eja në namaz. Edhe dikur na është mirë më mësu, pse ja? Pse mi thonë namaz, të kanë mi thonë saleh, qysh i ka thonë Allahu Azza wa Jall. Tani kom thonë vudu në vend abdest, kom thonë vudu. Edhe kanë shkru muslimant, kjo është vesçarim. Unë kom fol në armati rreth kësajna, edhe kom thonë që fjala abdest vjen prej persishtes. Tash i qef me kanë arabisht, apo persisht. Unë për vete kom kujtu prej gjuhës turke, edhe kom thonë rregull, na kam pru islamin, na kam met edhe kjo fjala abdest, kur e sheh vjen për gjuhës persishte. Qa kem bajmë na me persishte në musliman, thuj bile arabisht, vudu. Edhe në rregull jem. E unë e kom përmen kështu për shkak se unë përmen shumë mati. Edhe shumë shpesh e përmeni vudu, abdest, për me kanë e qartë me njerëzit. Këtë video kom dash me bo pak ma të shkurt, edhe për ata kom thënë drejt vudu, edhe kom thënë drejt saleh, me shpresë që njerëzit e kanë kuptu, por si duket ka hala dikush që na ka përcjell nashta vetëm te kjo video dhe nuk e ka njofta, po besoj që tash ke e qartë edhe po besoj që më ke kuptu pse kom thonë Allah na falt e na bëf prej atyne që gjithmonë munohemi me thonë që ka thonë Allahu Azza wa Jall.